Çfarë thua, unë të komunikoj me durin. Duri është ka sa pan. Unë komunikoj me durin. Duri është kriminal. Duri di vetëm të të shqyej, të të vrasë, të të shqyej trurin. Çfarë thua? Unë të shpjegoj durit. Çfarë thua? Unë po i shpjegoj fuqive, jo durit. Kam 2 vite që i shpjegoj fuqive. 2 vite të tjerë i shpjegoj njerëzve, jo durit. Duri vret. Aple ka 4 vite non stop. Nuk ndalet më merr gjithë natën, 10 herë, 15 herë, 20 herë natën. A është i çmendur? Është një smur mendor. Dhe ju do i lini pronat përgjithësi durit? Po ku keni vajtur? Duri vetëm kasapan është. Po ja le pronën durit e i vrau gjithë punëtorët. Kush parë është dëgjuar që një skizofren të futet në prona, në punë? Asnjë vend. Vriten direkt. Është kriminal, moj. Është kriminal. Vritet direkt. Jo të vrasi 1 miliard, po 1. Edhe 1 të vrasi quhet kriminal. Dënohet me burg për jetë, në përjetësi. Jo si bën përshtypje, po kjo është merre, që fuqit nuk marrin vesh që ai është kriminal për njerëzimin. Pse janë rregullat? Janë rregullat se nesër vjen kriminali tjetër më mbret mu për 10.000 lekë. Po kriminali tjetër më mbret për 5.000 lekë. Tjetri mbret për 2.000 lekë. U liru pra? U liru kriminalit të mbaj fuqi, të jetë përgjegjës, të jetë kryesorit. I bie që gjithë pronarët nesër do i marrin kriminalat dhe kriminalet do jenë pronarë. Po, se u liru pra? Prandaj është ligji. Ligji mban rregullin, mban sistemimin e jetës normale, nuk mban sistemimin e njeriu që të izoloj njeriu. Përkundrazi, rregullat e ligjit lirojnë njeriu, sepse unë kur dal jashtë nuk vjen kriminalit në vrasje. Unë kur dal jashtë nuk më ndjek askush. Kjo është ligji. Unë jam rahat, nuk më shef askush, nuk më ndjek askush, unë jam normal. Po të bëjnë gjë të keqe kuptohet, alarmohet, se quhem kriminale. Si unë ndiqem unë në çdo shtëpi ku shkoj apo në çdo ambient ku shkoj apo në punë ku shkoj. Kush parë është dëgjuar që të ndiqesh gjithandej? Është merr. Është i tmerrshëm. Ai njeriu që ndjek gjithandej quhet njeriu më i tmerrshëm në botë. Ndalohet rreptësisht dhe vritet, as nuk mbahet në burg. Vritet, nuk pyetet. Nuk pyetet skizofreni. Është mendje vrasëse. Çfarë do përgjigje të kthej është mendje vrasëse, nuk quhet mendje inteligjente, quhet mendje vrasëse. Por nga që i keni lënë vrasësin të vrasë shumë, quhet inteligjent, sepse ti jep liri. Inteligjent vrasës. Po, inteligjent sepse po na hiqni trurin që pranoni durin. Kaq inteligjent që ka sa e keni pranuar gjithë. Jo vetëm ju, po edhe shtresa e lartë, disa nga Afrika. Pa pranohet vrasësi. Ti e pranon ai ti e përqafon ai të vret gjithë familjen, gjithë fisin. Ku keni shkuar? Ai vret gjithë fisin nëse ti e përqafon atë. Nëse ti flet me të. Unë vetëm 2 herë fola me durin. Asnjë fjalë, 2 fjalë pakta të varfra. Ai më mbyti me fisin me stërfis. Kishte lidhje edhe me letën. Mira. Okej. Po unë kuptoj atë që kuptoj unë. Po di unë ishte edhe mira. Ore të vret. Ore 2 fjalë bëra, 2 komunikime. Si më ndjejt më shuje muaj non stop, natë të përfitoj nga virusi që më aple kriminalin dyrë. Të marri rrugën, përgjegjësitë, si kriminal dhe të sfitoj. Të hapen rrugët. Po erdhi duri, u hapën rrugët. Vritë pjere, provo me shigjeta me këto, me ato. Po ku shkuat? Pra, po vazhduat shumë. Do vinë gjithë kriminalet vrasin të dobësit, se duan të jetojnë, duan pasuri, duan ndërrojnë dhe ata.